Ulja e temperaturave ka prekur të gjithë territorin e qarkut të Shkodrës, duke bërë që në zonat malore rreshjet e doborës të shoqërohen me ngrica. Në aksin Bog Qaftore, Theth, firmat kontraktuese kryen pastrimin dhe kriposjen, por përdoruesit e mjeteve duhet të përdorin goma dimrore dhe zinxhir. Edhe në aksin Tamar Vërmosh, rreshjet dhe ngricat e vështirësuan qarkullimin. Zona e vetme malore bllokuar është Dugagjini, ku në këtë aks janë shënuar 25 shembje dhe rënje gurësh dhe inertesh, duke hyrë në ditën e 7 të izolimit. Edhe në Puk, fusharës ka patur rënje gurësh dhe inertesh, ku rrugët rurale, Blerim, Qafmali, Fierz kanë vështirësi në qarkullim për shkak të modit të keq, me rreshje shiu dhe së fundmi në disa zona me rreshje dëbore. Shërbimet e policisë rrugore, patrullat e përgjithshme shqiponja dhe forca kombëtare e sigurisë vijojnë të jenë në gatishmëri në terren për të menaxhuar qarkullimin e automjeteve në akset ku janë krijuar vështirësi për të ndihmuar qytetarët. Për shkak të rreshjeve të borës dhe të mjekullës, është vështirësuar qarkullimi në disa akse rrugore në zonat malore. Akset rrugore në zonat malore kanë prezencë dëbore në rrugë. Në këto rrugë është i detyrueshëm përdorimi i gomave dimrore dhe i zinxhirëve për të shmangur përfshirjen në ngjarje rrugore. Shërbimet e policisë janë në terren dhe po bashkëpunojnë me firmat kontraktore të mirëmbajtjes së rrugëve, ku vijojnë pastrimi i rrugëve dhe kriposja për të shmangur ngricat. Policia shtetit apelon për drejtuesit e mjeteve që të rrisin vigjilencën, të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor dhe udhëzimet e policisë, si dhe të përdorin pajisje dimrore në akset rrugore ku është e nevojshme. Në rast nevoje për ndihmë, telefononi në numrin pa pagesë 112.